إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Tu bazu në hadithin cilën e transmeton Tirmidhiu edhe tjertë, thot, pra jem të shku, jem të komentime e mburojës muslimanit, si pas derseve të Khalit e Septit, Allah e rujt, ka bo një koment myrë të mrekullueshëm. Edhe është pa edhe këto 4 derse dhe sa çka e kena pas. Dhe tash këto e ka emërtu, këto të pesë me radhë çka kem, rruga se si të përfundojmë me ose si të sillemi me shejtanin. Edhe thot, nuk ka tjetër rrugë, tjetër metodë për me umbrojt prej shejtanit vetëm se dhikri. Tu u bazu në hadithin, që thash transmeton Tirmidhiu, nga Harith ibn al-Harith al-Ash'ari, i cili thot pejgamberi sa me kana pas edhe më herët, do këtë dersën e dytë ose atë parën, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, emër Allah Yahya ibn Zakaria bi 5 kelimat, ya'mal bihin wa ya'mur bani Israil ya'malu bihin. Ka urdhëruar Allah subhanahu wa taala Yahyan birën e Zakarias me 5 fjalë, me punu me ato fjalë, edhe me urdhëru bani Israil me punu me ato fjalë. Edhe po i thot te Zaku i vet Isa alayhis salam, se e ka pa disi duka duk Isa se po e vonon. Po thot, fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Apo i urdhron apo urdhrojune. Mos e vono urdhrin e Allahut. Allah të ka urdhnu me punu edhe me urdhru tjertë. Kaloj një kod, a disa ditë Allah mësa, apo i urdhnon, a unë po i urdhroj. Po nuk kuptohet se i ka kallëzu Isës, çka ka urdhru Allah subhanahu wa taala. Po thot Yahya, akhsha in sabaqtani biha an yukhsafa bi aw adhab. Kom frikë se nëse ti i lajmëron, ju tregon para meje, Allah mund ka urdhnu, jo ty. Kom frikë se yukhsafa bi. Sharojnë tokë, gëlltit toka, cire toka dhe më sharojnë tokë, më dënon Allah, ose më dënon më një dënim dhimshëm. Pra, qka kem fillim? Fillim ke me punu në ti njëherë, e pasaj me ju thonë tjere me punu. E është e përhapu një fjalë shumë e rëndë, një spifje e madhe në Islam. E kjo është, pa kur farë dyshimi, një tentim për me njollos Islamin edhe bartësit, ata bartësit e vërtet çka janë davetit. Çka është ajo? Në goja fjalë të hoxhës mos a këqyr punë. Heqja nga fjalë veç punë ja këqyri. Se Allah po të mos pari, ya'mal bihin me punu me ato, pastaj mi urdhru tjertë. Njerë ti punon, pastaj tjertë. Ja ayyuhalladhina amanu lima taqulun ma la taf'alun. Kebure maktan inda Allah të kulu ma la tef'alun. O ju besimtar, pse po e thunë ato çka se punoni? Shumë e urrejtur është e Allahu me fol diçka çka se punon. Shumë maktan, shumë e urrejtur, hiç se don Allah ato. Fjalë si demushi, punë si kërkushi. Nuk ka kështu në Islam. Nuk është ai hoxh, nuk është ai davetxhi. Ka shumë argumente, ajeti, po që edhe kjo hadith këto na tregon. Edhe i të bon, i thret, të bon, vinë me zdi aksa, edhe po ju tregon që Allah më ka urdhnu, edhe unë ju me punu, edhe ju me urdhnu. 5, kjo në ato 5, shirku, mos me bo shirk, namaz me fal, agjerimi, sadakaja, edhe dhikri. Këta e kem
për dhikr po e përmendi këto, edhe po kalojmë te e pesta. Wa amurkum an tadhkurullah, po ju urdhëroj me bo dhikr, kethira, shumë me bo dhikr. S'ka tham fillim? Allah thot u aqimu salah, falni namaz. Wa atu zaka, jepni zeqat. Joni dhe kutib alikum siyam, ju është bo obligim agjeru. Nuk thot shumë, vetëm për dhikr, thot Allahu, ja vlidhina aminu, udhkurullah dhikren kethira. Boni shumë dhikr. Nuk thot vetëm dhikr me bo, boni shumë dhikr, se pak dhikr bojnë edhe munafikt. Illa kusala, kur ngritin me falu, edhkurun Allah illa kalila. Munafikt, se kjo është kush bëm pak qëre, jo hiq, po pak dhikr është veti munafikve. Se Allah që ashtu për përshkrun. Ata me përtatësi qohen me fal namaz, edhe vetëm pak e përmendin Allah. Me përmendin, po vetëm pak e përmendin Allah. E muslimani s'ka duhet, shumë duhet me përmend Allah. S'ka patëm atë hadith, jashtë Allah shumë po ka ibadete, shumë urdhëresa, a unë nuk kam kohë shumë me i bo. Apo më ka zonë diçka që i përmledh gjitha, e cilën muna me bone. Ka mundësi me bo ato. Maje lisan e kratben bi dhikrillah. Gjun e lagur me dhikr, me përmendet Allahut. Qysh me matë lagun, vazhdimisht me bo dhikr. S'ki nevoj abdes, s'ki nevoj me këty ka kibla, s'ki nevoj me kon qiyam, s'ka ruku, s'ka sejdë. Ku t'jesh, gjdo rrethon, gjdo moment, tu e ec, tu e punu, ullun, rat, përmende Allahun. E pa më desën e fundi sot, njërë që ka ke, që thot Ibn Kam Gjevziu, i ka numru dikon 100 dobi përfitime prej dhikrit. Veç në të shkon për ato që me je me. Fedhkuruni edhkurkum, përmendi mu, unë e përmend njueve, ajet kuranor. Hadith kutsi, ene me abdi idha dhe kereni, unë e me robin tem kun përmend mu. E Allah me kon me ty, Allah akber. Qysh me kon Allah me ty? Përmende Allah në te, Allah është me ty. Veç që kjo dobi, thot Ibn Kam Gjevziu, me kon, kish mjaftu prej dobive të dhikrit. S'ka shumë dobi, veç një e ka. Vovë që kjo, edhe tepret e ko ka që kjo. Që Allah me kon me ty. Edhe pra po thot, kjo, jo vetëm tena, për shë edhe Jahjaja, po edhe Paratina. Gjdo besimtar prej Ademit e deri fund, shumë e përmend, i devotshëm, shumë e përmend Allahun. Pra po i urdoj shumë e përmend Allahun. E tash po i të për pestat i ka marrë shembull Allahu Akbar, madhështor. Fa inna mathal dhalika ka mathal rajulin kharaja al adu fi atharihi. Shembulli atij i cili bën dhikr shumë e përmend Allahun. Është sikur shembulli para mendo një njeri po ik prej armikut. Armiku masti siran me vrap. Ky ik ai nga masina, ky nga me ik ai nga mastina armiku, edhe si të nxen me nërë me myt, me njëherë, asë një fjallë, pas një fjallë. Këtu e i kështu, hata idha eta ala hisnin hasinin. Që po është një fortifikat e fort, e pa përbalushme për armikun. Një kala, me bedemat forta. Po hinë mrana, fë ahreze nefsehu minhum. Po i mshel dyrt, shtova prej armizve. Kedhalike l'abdu la juhrezu nefsehu min e shejtan illa bi dhikrillah. Kështu është edhe njeriu, nuk robi, po thot, abdu, el abd, nuk ka qka e shpëton, qka e mbron prej shejtanit, vetëm se dhikri Allahut, me përmend, nuk ka tjetër. Këto duhet me ditë. Nuk kem tjetër armë shumë efikase, që nuk mundet armiku me luftu me ty kur e ki këtë armë. Shansë nuk ka. Qka është dhikri? Tjetër armë nuk i. Ma kjo, shumë po të mjafton. Shumë po të ndihmon kjo armë.
Edhe për këtë shkak thot, sash prap nuk dorëzohet shejtani, thot el gjumu min gjundi iblis wa hizbi wa edbaihi wa evliaihi. Kë grumbull për ushtarët e iblisit, partia e tij, pasuesit e tij edhe shokët e tij. Fehum yajtami'una ala harbi, këta mbledhen për me luftu njeriu. Ta mbledhen shejtan gjin edhe shejtan njerëz, pra ushtria e iblisit, pasuesit e tij, partia e tij, idhtarët e tij për me luftu njeriu. Edhe mundohen të robët e Allahut, te bareke ve teala, dërgon grup pas grupi, ushtar pas ushtarve, që me i luftu ata, me fut dyshim, vezvese, me azbukuru veprën e keqe, edhe në zemër ja fut mendimet këqija. Nëse njeriu, robi, është i afërt me Allahun, bën ibadete, kryen ibadetet, sa ma shumë që është i afërt me Allahun, sa ma shumë që bën ibadete, aq ma shumë e lufton shejtani, me kurthat veta, edhe me ushtrin e vet, për me e largu, sepse e din ata që nuk munden me qitë në kufër këto. Nuk munden me shti, me bo mëkatet mëdhaja. Bile ndodhe dhe mëkatet vogla. E tash, çka po i jet, atëherë po i jet këtina, kur është qut, vezvese, me apërzi këtina, me fut frikën zemër, me fut hutin zemër, mendimet këqija, ndërsa natën, ëndrat këqija. Mundohet. Çka do të thotë se nuk dorëzohet, vazhdimisht ka me të luftu. Ibn Kamxhevziu thot rahimehullah, kullama kana al-'abdu aqwa talaban lillahi ta'ala wa amthala ta'alluqan bihi wa iradati lahu kanat sariyata akthar wa akthar. Sa ma tepër që robi është ma i fortë në kërkesa ndaj Allahut, është i lidhur ma tepër me Allahun, sa ma shumë që lidhet me Allahun, me dëshirën e Allahut, aq ushtria e iblisit, aq ma kallabllak janë edhe aq ma dendur janë, aq ma shumë e luftojnë. Për këtë shkak, disa njerëz thot, kur që mkoni udhëzuar, kur s'kom bo të ube, këto mendime, këto gjana, si kom pas bre, letë të konë. Qash kur udhëzova, po më shtohen, çka po thot Halin Sebti? En haulai shayatin kanu yatalaabuna bih wa huwa la yash'ur. Përpara shejtant kanë lu me këto, ky se ka ditë që po lun me këto. Se ka hetu. Tek si tash i ka dalë gjumi. Tash po e sheh. Fa kana yangamisu fil wahl. Ka qenë zhytun mbalt. Se ka ditë që o mbalt. Tash kur ka dalë, që tash po e lufton. Zotin që thoi kjo Uthemini, rahimullah, në me do në zemër, është e vërtet, ka pas edhe këtu të na do farë postime më do këtë. Në hyme të gjamis, të arab qashtu, atë me ke qashtu u konë. S'ke mujtë me shkel, krejt papuqe, krejt paraderës, i gjujnë. Edhe shkon të budistat, krejt regull, krejt ran, hinë mrana, në gjami mundot dikush këqyr, djatas, majtas, kruhet, nuk është namaz i koncentrum. Ata tavan me ra poshtë, i qojnë durt edhe nuk e livrit. Po të të mirë, ta mën punë me livrit aj, po shejtoni s'ka punë me ato, atë shtina mrana, rëqito. Këto me mujtë me nëzirë prej gjami, se kjo shumë mirë, krejt regull, pastërt, pedant, nuk livrit i koncentrum shejtan. Jel ab, lun me ato shejtan, as i shumë mende atina, a i mendon o qëfar punë e bone. Po e mytet i vetën, e shkatrove, direkt në gjehnem, nëse vdes me qatë besim. Thot, ato me dekoncentrua, le letrin që aty, ku me mytet edhe këta gjamis mi pru këtu.
që të punë ka. Thot, prap Ibn Qayyim Xhauziu e citon, robi luftohet, janë grumbullu, janë tubu, sulmojnë nga katër anët, armiqt e tij edhe dojnë me e shkatru. Mundohen në çdo mënyrë me e shkatru. Mundohen me çdo mënyrë me e deviju, me e largu prej rrugës së Allahut, edhe me i shkaktu shqetësim edhe dhimbje, nuk ka çka e mbron prej kësajna, thot Ibn Qayyim Xhauziu, vetëm se dhikri. Ky është dhikri me cilin mbrohet. Subhanallah, caktimi Allahut, pa caktim Allahut nuk mund kur gjë me bo, pa lijet Allahut. Betejën e Uhudit ka bërtit Iblisi. Ulakum haula ukhrakum, o ju përpara këqyni këta mbrapa. Se po fitojnë tash, fillim kanë fitu muslimanët. Këtu ka qenë, dunjallok ka hinë zemë këtu në 50-ve, mos t'jesim na eksik pa marë plashk luftës. A pejgamberi sallallahu ka thonë, nëse e sheni edhe këto shpes grabishar na e hanë mishin, mos e çoni këtë vend. Kur e kanë po ikon Kurejsht, mushrik, po largon këta fitun, kanë zhdry poshtë. Po para se me zhdry pa ta, kuptohet me kuaje, plohën, zall, nuk është pa, i kanë pas ato edhe me shamijat në bulut, edhe këta përpara që në kumë po këthehen, po mendojnë se ju ka dalë dikush mrapa. A me zo ka folë, shejtani ka folë, me zo, i ka mashtru. Si tha, po thotim në kam Xhauziu, me u shkaktu huti, dhimbje e shqetësim. Dhe kanë gju edhe e kanë myt sahaben. Sahabja ka myt sahaben. Babën e Hudhejfës. O, mos gjuni se ajo është baba jem, o, baba jem është ai, mos e gjuni. Po vonë, e kanë gjujt edhe ka myt. Allah ju falt. Pse bre, baba jem kaj. Thot, Hudhejfe ka bo doa për ato që Allah me afal mëkatin, që e ka myt, dherë sa o konë gjallë. Ma që, kush e boni këtë kurth? Shejtani ka bo këtë, ka bërtit. Këta në habit, Allah në tashqysh, pejgamberi selam atyt, Allah halem. E kur ndaj ata ka pas mundësi me ndiku, e ku jem na. Këtu e pata qëllimin. Po, për mbrojtje, para mendo, po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, para mendo këtë hadith. Ai i cili kur del prej shtëpisë të vet thot bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Ju ka lehu, thot shejtani, kufit, u hudit, u qit. Kufit me kifaja, mjafton ty. Kjo ty të mjafton. Shky dhikër çka ki bu, kur ke dalë prej shtëpisë, ty të mjafton. Je i udhëzu edhe je i mbrojtur. Ka një tjetër transmetim që thot shejtani i thot shejtani tjetër. Qysh ti mundesh me bo kejfe leke bi rejulin kad hudje o kufje o uqje. Çka kimi bo të këtina i cili është udhëzu, të cilit i mjafton kjo dhikër çka tha, edhe është i mbrojtun. Çka kimi bo të këtina? Allahu Ekber. A përshë qëfar arme? Po nësë nuk e thu, atër je gja potencial. Do thot që të mund. Gjithsesi këtë punë e ka. Këto po donë. Fik se fik, une për mu mur fund. Allah ka saktu, unë jam gjehnem li. Po munona sa ma shumë vetë me marrë me vete une. Qysh ata të mirët kanë qef ma kalablak, se kokun veç une, pas ka dhe halo me mu. Po dhe në këtë rrugë edhe nëse e vetëm dush me qëndru. Se do të ablon me s'udi, edhe me konë vetë, nëse e në sunet, je ehli gjemavët sunet. E nëse e vetë. Ata, nëse janë edhe 1000 vetë, nuk janë sunet, nuk janë gjemat ata. Nuk ka gjemat. Qka i bjen? Ehli sunet vë gjema,
Këshyre, une e kem krejtna, e kem takimin filon venin. Aty keme u bo gjemat, aty keme u bashku. Kush vjen, aty më gjohën. Tetër ven, unë nuk vi. Tetër ven nuk shkoj. Vend takimin kur të suneti. Që aty keme u të bu, që aty keme u taku. Që aty keme kon bashkë. Tetër ven, unë nuk vi. Jashtë a sunetit nuk vi unë tetër ven. Që është ehli sunne ul xhamaa. Edhe këta, a ki pa dhe shirit, kush o shërë, kush o i devijum, hajnë munot me bo, hajna ma shumë tjerë. Këto cilat bojnë zino, munun sa ma shumë mi mashtru me bo zino. Qka pin këta, ave nuk po shkom vetë, munot ma shumë mi marë, e kështu me radhë. Po edhe na duhet mu munu që sa ma shumë mi marë, te suneti pejgamberit alayhi salatu selam. Apelon për sot që katë se edhe gjumi pak ndoket. Po, ja. Se dhe zgota ma të regim, po. Edhe për sot me kaqë. Wallahu ta'ala alim, sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ahlu dawana alhamdulillahi rabbil alamin.